Përshëndetje ndjekës së Service Story, unë jam Klotilda Arka, mirë se vini në live-in tonë të së shtunës. Unë sot do kem të ftuar një prezantuese, moderatore dhe producente shumë të njohur dhe simpatike, ajo quhet Ariola Sheu. E bëra prezantimin direkt, se në fakt nuk kemi shumë kohë sot, sepse me sa duket Ariola e ka bërë plan që të dalë. Më përshëndeti dhe unë po pres që të lidhem me Ariolën direkt pa u bërë kohë. Dhe për pak sekonda besoj që jemi live. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, Klotilda. U takuam për herë të parë nga mbështytje në një ndoshta takim kështu mediatik së bashku. Po e vërtet, jo, intervista kemi bërë. Jo se nuk kemi bërë. Po në gazetë. Në media në shkruar. Gëzojmë shumë që të shoh, je gjithmonë simpatike, e qeshur, ke një energji pozitive dhe po ta mendosh që ke shumë pak vite, je shumë e re dhe ke shumë vite eksperiencë. Si ti dalë të hysh dhe të depërtosh kaq shpejt në botën e televizionit që për hir të së vërtetës nuk është e thjeshtë? Po jam shumë krenare për këtë gjë në fakt, sepse sigurisht kur isha në fillimet e mia edhe dëgjoja kështu njerëzit që bota televizionit, kompromiset që duhet bësh, se aty ta kërkojnë ta bëjnë nga këto diskutime shumë të kafeve që bëhen. Megjithëse po ndjen tamam si një diskutim kafe ky që po bëjmë neve. Në fakt kjo është ideja. Isha skeptike për formën se si mund të bëj hyrja në televizion, kupton? Po unë kam qenë shumë rastësisht se unë arrita dhe pata fatin që të isha në audicionet që bëheshin atkoh në Mad TV, edhe kur kam bërë audicionin, ishte shumë interesante se unë fillova të flisja dhe nuk pushoja. Ne na kishte në disa materialet përgatitura, domethënë që ne duhet si thua ti riprodhonim, edhe unë fillova të flas dhe nuk pushoja së foluri, dhe aq me ato që unë kuptoja energjinë e mirë të gjithë atyre njerëzve që ishin përballë meje në këtë audicion, edhe në një farë forme e ndjeva brenda vetes që ai vend do të ishte jam këtu akoma, se mëra bateria. Edhe nuk e ke kalkuar telefonin. E kam 20%, do na dalim me sigurisht. Në rregull, 1 minutë dhe 1% bateri. Po. Dhe ja dole shumë mirë që, domethënë, në një kohë të shkurtër të ndroje televizione, formate të ndryshme, eksperienca nga më të ndryshme dhe s'ka besuar me një herë. Nuk më kanë besuar. S'të kanë besuar me një herë? Jo. Jo. Unë do të di ku e pate më të vështirë, ku ke ndjerë ti vërtet vështirësi që ke thënë që pse nuk e shohin atë që unë shoh tek vetja ime. Në fillim. Në fillim, sepse mua vërtet u futa në televizion dhe fitova audicionin, po mua mu besuan vetëm lajmet që ishin në 1 minutë e gjysmë. Sigurisht jepeshin gjithë ditën ato lajme, pra ritransmetoheshin në mos gaboj 10 herë në ditë, diçka e tillë, po ishin lajme 1 minutë, që do të thotë në atë kohë disa personazhe kishin emisionet e tyre, kishin filluar me intervistat, të tjerë patën fatin që të merrnin pjesë në prezantimin e këngës magjike. Dhe mendoja që, unë mund t'jap më shumë nga vetja, po sigurisht që këta njerëzit këtu nuk mund ta kuptojnë këtë gjë nëse unë nuk e tregoj që me punën time unë mund të eci përpara, dhe kështu që ajo që i vura unë si qëllim vetes edhe që vazhdon të jetë qëllim edhe sot e kësaj dite që po flasim është që vetëm puna të nxjerr në dritë edhe duhet punosh fort që ti të tregosh vlerat e tua. E kështu ndodhi pastaj derisa më besuan një emision në radio që ishte 3 orë, edhe pasoj emisioni Live Stories që ishte me intervista shumë të rëndësishme, Tekun e kështu me radhë. Tekun ka qenë një nga eksperiencat më intime ku personazhet të rrëfeheshin. Do të pëlqente ta bëje sërish atë program? Dhe cilin të ftuar do doje të kishe patjetër aq afër, aq pranë dhe t'i bëje pyetje më intime?
Dgjoj, unë mendoj që në kohën që neve filluam ne të rinjtë, Mat TV-s dhe In TV-s në atë kohë filluam me këto intervistat, tregu edhe forma e të funksionuarit të tregut, sidomos për pjesën e online-it edhe të portaleve ishte në fillim edhe në lulëzime. Ndërsa shoh që gjithmonë më tepër ka rënë interesi nga ana e portaleve që të ndjekin intervistat, të zbardhin dhe të nxjerrin lajmin. Që do të thot e pare. Dhe dyta, shoh shumë emisione që janë repetitive në sensin që marrin të ftuar personazhe të njohur. Që do të thot, është bërë shumë e vështirë që ti të marrësh personazhe që nuk kanë patur asnjëherë ekskluzivitete dhe ta marrësh ti ekskluzivitetin, sepse të gjithë kanë dalë gjithandej. Dhe kishte arsyeja pse unë mora Ava Maxis, nuk e kishte marrë njëri. Po jo vetëm Ava Max, ke marrë ke marrë Gashin, në sa di? Po, Gashin. Kam pas shumë ekskluzive në gjithë këto vite televizion, po thash këtë gjë, domethënë, tani është pak e vështirë që të kërkosh personazhe kaq shumë ekskluziv për të bërë ndonjë lajm. Ndoshta është konsumuar pak kjo pjesa e intervistave, mendoj. Është konsumuar. Dhe ti e di shumë mirë, Klotil, se pa di hallin. E di, po duhet gjithmonë të kesh, domethënë të jesh edhe vetë krijues që të gjesh patjetër diçka të veçantë tek personazhi. Gjithmonë ka për të zbuluar. Unë mendoj se gjithë personazhet Po ti e di për shembull që nëse një personazh del në çdo televizion për të rrëfyer një copës në çdo televizion, në fund fare s'do ngeli asnjë gjë. Do bëhet ajo torta e është në fakt një lloj konsumimi. Doja të pyesja për Gashin, pikërisht për Gashin, meqense e intervistove dhe patët një intervistë kështu, kishte edhe të qeshura dhe mimika dhe çfarë përshtypje të la si këngëtar, si artist? Ishte një nga ato intervista që zgjati në fakt 40 minuta dhe na shkoi si thua biseda fjoll, sepse kishte shumë lirshmëri, kishte dëshirë për të treguar, një dashuri shumë të madhe për Shqipërinë, edhe sigurisht unë ndjeva shumë e respektuar që ai e pranoi ftesën time për të qenë pjesë e programit. Ishte një intervistë shumë e këndshme, edhe që padyshim edhe mua si prezantuese më ndihmonte ecjet e përpara. Po, si ndodhi që të pranoi? Shkrove ti, mund na e tregosh pak? Jo, këto po i lë si sekrete profesionale, se si unë drita deri te Gashi dhe tek Ava Maxi, po mund të them që kishte vërtet shumë dashamirësi, edhe më bëj qefi akoma më shumë sepse ai për median shqiptare nuk kishte dhënë asnjë intervistë për shqiptare, në Republikën e Shqipërisë, po them, nuk kishte dhënë asnjë intervistë, kështu që më bëj qefi që isha unë para që arrita ta merja këtë ekskluzivitet. Edhe unë në fakt më pëlqeu si intervistë. Edhe e vure paksa në siklet, her pas here, kur e pyete edhe për çështjet e zemrës. Po të vate, po. E do të vajzën të Kosovë. E do të ndoshta është tradicional edhe në stilin e jetës, aq sa në zgjedhjen që do bëj, ndoshta, sepse ti jetosh në mes të Amerikës, megjithatë, çështja e tij. Doja ta bëja prezantimin në fillim, do thoja që tani do kemi këtu vajzën më të gjatë në Tiranë. Sa jemi e gjatë realisht? Sonila Meço ma kalon. Kush? Sonila Meço ma kalon. Sa e gjatë realisht edhe jemi në një sport? Kur e shoh Sonilën nëpër korridoret e radio televizionit ora, i them je vetmja që më ke konkuruar në gjatësi se s'kishte bërë një herë vaki që të takoja një personazh, në fakt Sonilën kam takuar shumë vite përpara kur unë sapo kisha filluar me intervistat. Edhe kur ka ardhur ishte vërtet një njeri me aureol shumë të bukur edhe gjatësia jepte edhe më shumë pesh. Jam 1,81, edhe e kam genetike këtë pjesën e gjatësisë, jam marrë edhe me volebol, për ishte së vërtetës, po nuk besoj që ka ndikuar në gjithë madhe se kur jam futur në volebol kam qenë 1,78 dhe sot jam 1,81 dhe sigurisht ka qenë edhe periudha adoleshencës që vazhdon fëmia të rritet. Të pëlqen që je kaq i gjatë? Po. Po ke vështirësi në gjetjen e një partneri po aq të gjatë, sepse domethënë shqiptarët sërse shuhen për gjatësi. Si vajzat dhe djemt. Apo nuk është ndonjë problem për ty? Nuk do doja që partneri im të ishte më i shkurtër se unë, por nëse të ishte baraz me mua, it's okay. Po takat krijojnë komoditet apo të bezdisin me gjatësinë?
më krijojnë bezdisje në komentet e njerëzve se mua s'më bezdisin fare përkundrazi. Madje kur janë elementi i rëndësishëm, po unë kur shkoj në për festa, sidomos meshkujt, për të vërtetë se femra ndoshta shumë më rrallë, po meshkujt më thonë o zot ti me këto takat se kompleksojnë çik për të vërtetës nga gjatësia ime. Komplekson, në fakt ashtu është, se gjatësia është pushtet apo jo? Se dia është pushtet, se mund t'jesh i gjatë, po nëse s'ke mend, nuk e imponon dot pushtetin. Pa kandidatë pushtet që do, kaq të madh. Pse pushteti thonë që është shumë tundus? Pushteti mund të jetë tundus, po ndonjëherë nxjerr në pa karakteristika që jo gjithmonë kanë vlera të mira për njerëzit. Ndërkohë ke prezantuar, ke moderuar spektakle bukurie të Petri Bozës. Spektaklin e Misit edhe Netët e Klipit, apo jo? Po edhe Globin që ka qenë një produkt. Edhe Miss Globin. Si e ndjerë kur parakalonin vajzat e bukura nga e gjithë bota, i konkuroi apo të konkuronin me bukuri? Ato ishin më të reja, aty ka një lloj kriteri moshe dhe shkojnë deri në, kam përshtypjen 23, 22, diçka e tillë. Unë nuk e krahasoja veten me ato, sepse padyshim ato janë më të bukura të botës. Unë as kam marrë pjesë ndonjëherë në Miss, po kam përshtypjen edhe po të merrja pjesë në Miss nuk është që do ta fitoja, kështu që se kam pasur ndonjëherë. Se mendon kështu që nuk do fitoje? Po s'mendoj që bukuria është në një pikë forte ime. Do të thonë jam okay, po Ndërkohë ke qenë në skenën e këngës magjike. Mund të na shpjegosh një herë se çfarë të lidh me Arditje Brend, sepse shfolur jeni kushërin fisk, nuk e di se çfarë. Dhe si ndodhi që, sepse në fakt ajo skenë lakmohet nga shumë vajza, apo jo, dhe është fat kur ai zgjedh partneret, si kur i zgjedh Arditi, si të thotë. Po, e vërtet. E vërtet, po, ja, për shembull Nevina e ka pas 2 herë në skenën e këngës magjike dhe se ka kushuri, kështu që Arditi komau në klan as nuk e kishte idenë që ne ishim kushuri, për të vërtetë, sepse normalisht edhe jeta është e tillë dinamike që ti ndonjëherë i humbet ato lidhjet edhe fijet edhe me farefisin. Dhe vërtet Arditi nuk e kishte idenë kur unë kam shkuar në klan që ishim kushurim, po dhe unë nuk pata asnjëherë për qëllim dhe pse kisha takuar disa herë që ti thosha shiko se neve të dy jemi kushurin të dy. Dhe pastaj kushurim prap tanë të përbashkët, në këtë rast nipat e Arditit, i kishin thënë që Ariola është pjesë e fisit tonë, edhe pastaj ishte vetë Arditi që më tha, si nuk më ke thënë, tha që neve kemi diçka të përbashkët. Në atë kohë që unë kam hyrë në televizionin klan, unë edhe Nevina kemi qenë 2 prurje të reja, bashkë edhe me Marinën, po Marina bënte një spektakël edhe ishte afirmuar, si thua, deri në atë pikë. Kurse unë dhe Nevina ishin figura të reja dhe arsyeja sepse ne u zgjodhëm nga presidenti i klanit, nga Aleksandër Frangaj, për të prezantuar këngën magjike ishte sepse qëllimi ishte që të promovoheshin figurat e reja. Dhe padyshim që sigurisht bashkë edhe me Arditin që ishte producenti i festivalit, kishim menduar që ne të dyja mund të ishim opsioni mirë për të qenë atë vit në këngë magjike dhe komentet kanë qenë fantastike. Po, unë mbaj mend që dukeshit shumë bukur, nuk e di, ishit një kimi edhe me Nevinën. Vazhdoni të jeni shoqe me Nevinën, apo? Po, vazhdojmë, po sigurisht që nuk takojmë aq shpesh. Sa që mund të takoshim kur ishim pjesë e INTV-s që rinim gjithë ditën bashkë dhe kalonim kohë goxha me njëra tjetrën. Gjithë secila ka marrë ato drejtimet e veta, po që po, vazhdojmë të jemi kesha. Tani shoqja jote ngushtë është Evi Reci. Po, jam të shtëpia. Jetë shtëpia. Po çfarë ditë ka shumë çefur. Edhe mund të dalë sepse Evi të dërgoj në regjista story. Nëse jo, ta dia që do të vetje për publikun. Ta dia se ti do ishe ke Evi u kisha organizuar marketing. Se ne kemi dalë asnjëherë në ajde vetëm sa thua shkemi dhe ik pastaj. Po. Sa do na përshëndetje pak. Evi, përshëndetje. Si je? Më të vazhdosh të rrish përdeqe? Kishe marrë masat. Jeni shumë të mira të dyja dhe më vjen mirë që amisia mes vajzave të spektaklit dhe televizionit ton. Ajo e vërtet.
Po, Ku do të shkoni sot? Për ku e keni lënë të shkoni sot? sot kemi planifikuar se lexuam te horoskopi Susan Miller që s'ishte mirë të dilje sot. Jeni supersticioze, ëh? Që kemi vendosur të rrim ke shtëpia imi, do shohim Netflix edhe do marrim do përgatisim kështu një darkë këtu në shtëpi, do ta kalojmë këtu. Do kënaqeni me siguri. Doja të pyesja në lidhje me partnerët e tu në televizion, kur iku Silvi Kadilli nga që vendosi të hiqte dorë nga emisioni dhe nga televizioni, shpreh që kishte pasur një lloj fëmie dhe në fakt u përpoqet ta bindje që mos hiqte nga emisioni. Jo, nuk e përpoqja sepse ai, jo, për hir të së vërtetës me Kelvin kemi diskutuar që kohë më përpara, që ai duhet të largoj për arsyet e tij, arsye të cilat jo vetëm u mirë kuptuan, po besoj edhe u suportuan shumë, pastaj edhe u mbështetën shumë nga unë, kështu që të dy bashkë filluam të mendonin për emrin që mund të ishte, si thuash, zëvendësuesi apo pasuesi i Kelvit. Por një farë, si thuash, mërzie e pata në atë kohë, në sensin që shkoja në atë program, sa që ishte ajo ndryshimi apo dalja nga ajo zona e rehatisë ndoshta që kishin fituar me njëri tjetrin. Po me Arion Muçën, si shkon bashkëpunimi? Jeni dy gjysma që shtyheni apo që të rriqeni? Besoj që të rriqemi. Besoj si Kelvi, besoj që dhe me Arion kam një gjë që me Kelvi nuk e kisha, mendojmë shumë njësoj. Dhe shpesh herë se djallë mirë e kishë kjo për produksionin, por shpesh herë na shkon në mendje njëta pyetje. Edhe na vjen të përqeshur me këtë gjë. Po Arion nuk është shok siç është shok Kelvi, përmosisht domethënë me Kelvin kemi folur shumë çka. Ndërsa Arioni është një personazh që unë e kam njohur më shumë në këto muaj që bëj programin, se më përpara thjesht përshëndeteshim, e kisha pasur një herë në një intervistë televizive dhe kaq. Po mendova që ishte zgjidhja e duhur për atë program. Je një tip i mëngjesit, e bën zgjimin me kënaqësi të plot apo vuan pak? Fare nuk vuaj, jam tip shumë mëngjesi më jep një lloj qetësie dhe një lloj energji aq të mirë për gjatë ditës, saqë unë jam shumë më paqësore, jam shumë në harmoni me gjithçka kur zgjohem herët në mëngjes. Edhe këtë dhe s'ma besojnë shumë njerëz, po edhe i kuptoj se shumë njerëz kanë pak problem zgjohen në mëngjes edhe ta prishin gjumin. Kur bie orari, zilja e parë më bie në orën 5:20 të mëngjesit dhe e fundit më bie në 5:30. Në 5:30 i nuk e mendon më pastaj që ore dalë se duhet të shohim, apo ti thjesht hap atë jorganin edhe vazhdon në jetë. Vazhdon. Ndërkohë, Ariola, se më shkëputesh pak sa si duket të bie bateria, ndërkohë fjala Covid. Jo, pas ta bateri kisha 9%, jemi akoma. Jemi akoma, ja se duket Gameti do marrë karkusin. Do t'u lë të qeta, domethënë shumë shpejt. Fjala Covid na është bërë kështu, nuk di. E dëgjojmë, domethënë ti e kalove Covidin apo jo? Na trego pak me detaje si e përjetove, çfarë ndjeve. Se nuk e di, pyesim të gjithë ato që njohim, se në fillim ishte kështu si legjendë urbane, po tani vërtet po njohin njerëz që Covidi po i prek. Na trego pak ti si e kalove. Nëse shumë më kanë pyet për simptoma e parë që mua më shfaq ishte një këputje jashtë normale, domethënë kisha një lodhje dhe thosha po sekond se unë jam akoma gocerez, po lodhem kaq shumë. Për të kuptuar pastaj që temperatura tregoi dhe shënjoi që unë kisha Covid. Pasi dhe mami doli pozitive me Covid. Nuk ishte si thua në një qamet i madh, se këtë kam shpjeguar edhe në emisionin tim që kisha temperaturë, kisha ato simptomat, kisha një dhimbje koke jo të zakont, po që ndoshta për ne e kaloi edhe motra ime, ndoshta për ne që jemi pak më të rinj në moshë, shumë e thjeshtë se sa për brezin e prindërve tanë që mund ta kalonin pak më vështirë. Po u trembove realisht apo e morë shumë lehtë? Si e përjetove nga ana psikologjike? U tremba shumë për mamin, Klotilda. Tremba shumë për mamin, atë përjetova keq, se për të vetë tani jeni shumë mirë. Tani jeni shumë mirë. Po, tani e kemi kaluar çdo gjë, kemi dalë negative në tamponët që kemi bërë dhe jemi rikthyer jetës normale. Madje jemi rikthyer më me qef se më përpara, se tani mund t'i takojmë njerëzit, se me shumë probabilitet nuk na kap
për të paktën 2 muajt e ardhshëm. Po, kështu thuhet. Në mendjen tënde bëre ndonjë analizë psiko-ekzistencialiste? Po, shumë. Për çfarë u trombe më shumë dhe çfarë vlerë mori jeta në ato momente? Po sigurisht që kur ti mendon, domethënë, thjesht ideja që ky virus mund të ishte edhe me dëme shumë të mëdha për njerëzit e tu të afërt, aty është problem shumë i madh, domethënë. Ti fillon të tronditen ato shtyllat mbi të cilat është bazuar praktikisht gjithë jeta jote. Mund të rrëfej që gjatë periudhës që unë kam qenë me Covid, fillova të meditoja rregullisht, edhe pse unë kam medituar vazhdimisht ndër vite dhe e besoj shumë filozofinë në për të cilën mbështetet meditimi, kam medituar rregullisht edhe sot e kësaj dite që po flasim, unë vazhdoj të meditoj edhe kam një tjetër lloj prizmi edhe këndvështrimi për jetën sot. Kështu që ka pas të mirat e veta. Që do të thotë ky këndvështrimi ku do fokusohet, që duhet jetuar jeta Ky këndvështrimi do të thotë që ky këndvështrimi do të thotë që kujdesu për energjinë që ty të rrethon në çdo ditë, kujdesu për njerëzit me të cilët ti shoqërohesh, falu njerëzve sa më shumë, se kjo duket çik si klishe dhe duket pak e pabesueshme, po me të vërtetë falu njerëzve dashamirësi, që dashamirësia të kthehet mbrapsht. Edhe kam ndryshuar praktikisht filozofinë në formën e të konceptuarit të çdo situate në jetën time. Tani i shoh me e di çka ka bërë meditimi për mua, ka ndihmuar që unë të rresht procesin e overthinking apo mbi ngarkuarit të mendjes me mendime. Edhe kjo është mrekullueshme. E di. Ta filloj edhe ty, mediton ti Kloti? Unë meditoj në mënyrën time, nuk e di. E kam shpikur vetë. Unë meditoj në qetësi të plotë, errësirë, ty dhe qetësohem. Kjo është meditimi. Kjo, apo jo? Po kjo është. Po për gjithë ata se ndonjëherë njerëzit bëhen kurioz, po si të meditojnë se unë s'di, ka edhe guided meditation në YouTube për beginners, edhe mund ta nisin fare mirë, është ndihmuese. Ka në muzikë, di. Po shumë mirë, është mirë, Klotilde, sepse domethënë ishte një shprehje shumë e bukur që thoshte, nëse ti ke një ditë të ngarkuar, ti duhet meditosh minimalisht 20 minuta, nëse ti ke një ditë shumë të ngarkuar, ti duhet të meditosh minimalisht 1 orë. Që domethënë në vërtet kemi shumë lëvizje shumë dinamika për gjatë ditës dhe duhet marrim patjetër kohë për veten tonë që mos mendojmë për fëmin, për punën, për ku diun për prindrit, për çfarë pret mua kur dal aty jashtë, po të mendojmë për një çast, sikur për 10 minuta apo edhe për 5 minuta, vetëm me veten tonë dhe vetëm për veten tonë. E di çfarë më ka bërë përshtypjet e ty që gjithmonë ke një gjendje shpirtërore që është stabël. Atë reflekton. Ndryshe nga disa prezantues të tjerë që duken ndonjëherë të irrituar, u lexohet diçka tjetër përtej asaj fasadës. Ti e ke arritur nga meditimi apo e ke është një aftësi e jotja? Të thuash. Dëgjoj, aftësia imja, mendoj që është një çik edhe çështje karakteriale, po unë di të them këtë gjë. Në jetën time çfarë unë kam dashur gjithmonë kanë qenë që parimet e mia të jenë fikse dhe unë e kam thënë edhe në intervista të tjera ta vë kokën në jastëk rehat, që do thotë mos shkel mbi ato që unë besoj, edhe mbi ato me cilat mua më ka, si thua, brumosur familja ime dhe vetja ime ndër vite. Kurse për sa i përket karakterit tim, jo, kam dhe unë ato oscilacionet dhe ato ulje ngritjet, po padyshim që meditimi për cilin e po flisim mua më ka ndihmuar që të jem shumë më e qetë. Kishte ndonjë person? Këshillojmë gjithë njerëzit që po na ndjekin. Besoj që po shkruajnë shumë komentues, pas ke shumë fans, më shumë se sa këngëtarët që. E vërtetë. Po, shkile sova komentet, po inshallah janë mira, se ndonjëherë na shajnë post në rrjetet sociale. Jo, ka vetëm komente, domethënë komplimente. Të erdhi ndonjë mesazh nga ndonjë person special kur doli pozitiv me Covid? Që mund të thoshte mos e vri më, se do e kalojmë Covidin bashkë. Jo, kuptova, jo nuk më erdhi. Nëse përgjigjja jote, nëse pyetja jote ishte me një konotacion romantik, jo nuk më erdhi. Por nëse pyetja jote ishte a zbulova unë që kam shumë miq, pas kam pas shumë miq edhe më kanë bërë të ndihem mrekullisht mirë në ato ditë që unë s'kam qenë mirë. Unë të bëra një pyetje që mund të përkthej edhe ndryshe, po nejse.
Jo, thash në një konotacion romantik, jo, tu përgjigja aty. Evi ma, je pa karikusin të lutem, na fal. Se na mbarë bateria. Qa do pini sot? E nisëm me Coca-Cola, po as unë as Evi simi kështu pije dashte, po. Pije dashte të jashtëzakonshme, kështu që nuk është që do dehemi. Jemi për healthy lifestyle. Evi Ndërkohë Evi bën një emision dreke. Jam këtu. Po, psuam një kështu troditët vogël. Evi bën një emision dreke si rregulloni oraret me njëra tjetrën, sepse ti në mëngjes ajo në drekë që takojeni, sepse është një miqësi e thellë, kuptohet. Ne kemi një fatin e madh që jemi komshije njerë dhe kjo na ndihmon shumë. Na lehtëson shumë punën. Po, për shembull mbaroi unë në orën 10 emisionin, Evi mund të shkojë në punë diku nga dreka, kështu që e gjejmë një orar aty diku për të takuar, ose në rast që nuk mundemi në drek, kemi darkën se mbasi mbaron Evi emisionin live, që do të thot nga ora 7 ka përfunduar me gjithë punët e saj, e kemi pasaj orarin tonin. Ndërkohë je një vajzë që ndiqesh shumë në Instagram. Të bezdisë me mesazhe dhe çfarë të shkruajnë? I bën blog? Po. I bën blog kur nga komentazhe i bën blog. Që do të thotë kush bën komente negative, seksiste, i kanë shumë bezdi. Apo që e tepron me si thua, me ndonjëherë do që të na kritikojnë asnjëherë nuk i bëj blog kritikave, po nëse janë ofendime, thjesht atë energji unë nuk e pranojnë jetën time dhe of course që bën blog. Po nëse një çon super yll më të gjitha të shkruan në inbox. Ti çfarë bën? I përgjigjesh? Pasi analizon si duket si është. Unë përgjigjem zakonisht inboxeve, me thënë të drejtën, po nuk më ka bërë vaki që të më shkruajnë një çon super yll. Do të thotë që doja unë një herë më të kthej përgjigje apo më të. Se varet kush është super yll për ty. Si duhet jetë? Ai super yll se Pas pëlqejnë çunat që janë shumë të bukur për ti. Si? Nuk më pëlqejnë çunat që janë shumë të bukur. Po super yll në prezencë, pra si të pëlqejnë, këtë dua të di. Si ke preferenca ti për personin që mund të kesh në krah? Si fizik? Si fizik, edhe si prezencë, edhe si profesion, edhe si shpirt. Jo, e di çfarë, nuk si fizik nuk kam një karakteristikë specifike, se varet unë besoj shumë tek energjia më tepër se sa te pamja, Njëherë mund takosh super yje që janë dhe është sigur se mund takosh ndoshta persona që fizikisht nuk janë më të bukurit e botës, po mund të jenë shumë interesant për ty. Kurse unë ajo që do shifja në një njeri është të jenë njerëz të realizuar edhe në ambicie për jetën, edhe të kërkojnë nga vetja dhe të mos përpiqen që mua të më zhysin poshtë, po të më ndihmojnë që të ngrihen lart. Që do thotë të jenë supportues ndaj ëndrave dhe dëshirave të mia, po aq sa unë do doja të isha supportuese ndaj ëndrave dhe dëshirave të tjetrit. Po ta vendosh, nuk jetë e vështirë të kesh në krah një vajzë televizioni që është gjithmonë e lakmuar. Po pse? Po për çfarë arsye mund të jetë problem? Se nuk e di. Disa kështu. Nuk kam ndodhur ndonjëherë që dikush të më njohi dhe të thotë që jo se ti qen ke në televizion dhe never. Sepse unë thash, unë nuk jam unë e para që ndoshta jam shumë si të thuash nuk di se të ta shpjegoj për të thënë që kam një tjetër lloj formati. Ti dukesh shumë serioze në fakt, edhe me seriozitetin që ke thënë. Jo, je serioze vërtet. E kam vëre, është një gjë që kuptohet. Serioziteti yt dominon. Nuk je domethënë si këto vajzat e tjera që domethënë e ruan seriozitetin gjithsesi dhe kjo është një vlerë mendoj. Por sa mund të jesh e suksesshme me seriozitetin tënd, pyetja. Në të ardhmen. Do të them që
edhe e kuptoj shumë mirë pyetjen që ti po bën. E ke parasysh se si është rregull që ti po bën dhe qëndron pyetja që ti po bën, padyshim, sepse dikush do thoshte, "A mos e kaq serioze në ekran etj etj." Sigurisht që rruga ka qenë më gjatë për mua për të ecur përpara, po I don't mind, për sa kohë që, siç e thash pak më përpara, kokën në krevat e vë shumë rehat. Nuk më pëlqen ndoshta rrugash. E di si është puna, unë mendoj që kur ne gjërat i arrijmë pa meritën tonë nuk të lezetojnë asnjëherë. Kështu që do e marr atë detin me nokë, si më thënë, nuk kam nevojë për varë. Po. Edhe ku do të shkojmë, kjo është pyetja e fundit, sepse s'dua të mbaj më, se dhe i po pret. Ku do të shohim në të ardhmen? Ke provuar shumë, ke provuar spektaklin, ndoshta do bësh një program tëndin ose një biznes, ose ku janë planet e tua për të ardhmen? Dgjoj, emisioni i mëngjesit që bëj tani është një emision që më jep shumë kënaqësi, po që sigurisht parë një trim më të gjerë, le të themi që mund të bëj dhe projekte të tjera. Ariola. Por synimet edhe planet e mia janë që unë të arrit shumë sukses në vendin tonë dhe të tregoj suksesit e mia dhe të tregoj formatin për cilin po flisja, që mund të jetë edhe ky format. Që ndoshta jemi mësuar që në ekran të shohim një format specifik prej shumë vitesh tani më. Kështu që unë do përpiqem të sjell një version timin, origjinal me pak fjalë. Më pëlqejnë spektaklet. Spektaklet. Unë duket sikur të spektaklet, e di pse të kam parë të spektaklet edhe për shkak të shtatlarësisë. Duket sikur se kur fiziku është i rëndësishëm me një skenë të madhe. E kërkon edhe atë kriter. Me artistin që kemi parë, me Adi Krasën, mund të shohim ndonjëherë? Ua, unë Adi Krasa për shumë mund të ishte një ekskluzive fantastike, po s'ma jep një intervistë Adi Krasa mua. Ja ke kërkuar një intervistë? Ja kam kërkuar ke INTV-ja. Edhe pse trendi që unë kisha krijuar ke INTV-ja ka qenë fantastik, edhe më fare mirë, domethënë Adi Krasa do ishte tamam një guri të çmuar në gjithë atë mozaikun e personazheve që pata unë, po nuk pranoj, çfarë i bëja? Po pse s'ka? Do të mund të jem dukur e re për ta intervistuar, edhe me të drejtë, se unë e re në sensin që po kam qenë 24 vjeç, 23-24 vjeç, kështu që po Adi Krasa sigurisht është qëndron shumë lart në sytë e mi. Është një nga ata gazetar, moderator, prezantues, showman që ndoshta është pak i domethënë meriton shumë Adi Krasa. Ndaj të pyetja se nuk e dija, isha kurioze për mendimin tënd. Për mua është për Krasën, sepse zakonisht brezi i ri e shohin si shumë, nuk e di, ka mendime të ndryshme, mos japë ndonjë koment. Kemi bërë në shoqëri sipërfaqësore, që ne jemi bërë shoqëri konfliktshme, edhe kjo është e vërtet, po kjo do thotë që ne mund të hedhim poshtë përmbajtjen, se pa esencë ne si jemi asgjë pastaj, mbetemi sipërfaqe. Ariola, si jeti në ta bëj pyetjen troç? Jo. Si je, si vajzë dash? Ja, si? Si je kur dashurohesh, je posesive apo je indiferente? Dhe me këtë do e mbyllim. Keni të ndonjë diferente. Po ishe indiferente, po mirë lëre fare apo mua vetë s'pas një gjë të rëzi. Jo, indiferente. As posesive nuk jam për hir të vërtetës, po ai sa më respektojnë, ai sa i respektoj dua edhe që të më respektojnë. Kështu që besoj që unë jam shumë natyrë dashur, duke më ftohtë në fakt, edhe bilet kur takoj kështu njerëz nga kjo bota e showbizit, po çfarë mendimi ke pasur se po dio, mendje madhe. U vetëm me mendje madhësinë s'kam lidhje, se jam shumë e thjeshtë edhe shumë me këmbë në tokë, madje një herë mendoj që kaq modeste në këtë botën ku jemi neve unë dhe ti Klotilda, jo gjithmonë na ecën për mirë. Megjithatë, unë vazhdoj të mendoj që jam në rrugën e duhur edhe thash me këmbë në tokë edhe shumë e dashur. Shumë e dashur, unë me të vërtet, do të thënë pas sa interviste
edhe unë në këtë konkluzion dola, sepse dhe unë mund të kisha një mendim tjetër. Të lutem, Klotilda, nuk të lëse tani do të kthehem unë në intervistë, çfarë opinioni kishe ti për mua? Pak Çfarë thuhet për Ariola Sheu në show biznes shqiptar? po, thuhet, domethënë kjo që the ti përshkrimi që bëre ti, më serioze se sa duhet për moshën që ke. Sepse serioziteti yt të bën të jep një peshë që ti ndoshta të duhet ose do të nevojitet pas 20 vitesh. Nuk është keq prapë, se unë vdes për njerëzit seriozë, unë personalisht. Por po të duket si. Ndoshta ma dhe është më mirë edhe pamja këtë seriozitetin për ti cilin. Po, të gjitha në kompleks, edhe toni i zërit, intonacioni. Po. Sepse serioziteti, kur ti ke atë seriozitetin se kutia e Pandorës që do zbulohesh nga dalë. Po pra, ndërsa kur nuk e ke atë velën e seriozitetit, do zbulojnë të gjithë. Kështu që ti je shumë okay. Je shumë interesante, vazhdo kështu, unë të falenderoj se u kënaqëm. Lidhja tjetër do bëjmë live, do jem unë ajo që do t'intervistoj ty. Jo vetëm ke emisioni im, se patjetër që je ftuar me shumë kënaqësi, madje nuk e di pse akoma nuk e ardhur, po ke sjell përfaqësues ke emisioni im gjithsesi. Po do bëjmë një live tjetër edhe do të pyes unë. Po, e bëj. Ose bëjmë si ping-pong, të pyes unë, më pyet ti me kundër përgjigje. Ta bëjmë njërë, mund ta bëjmë edhe këtë si opcion. Sepse do bëjmë një intervistë, sepse kjo është një intervistë serioze brenda formatit dhe personalitetit të dyjave, por do bëjmë dhe një intervistë tjetër që të mos jetë fare serioze, të jetë karagjoze. Apo jo? Do zbuloj më shumë, dakord jam. Të falenderoj shumë, të fala Evit. Besoj që Evi do na nderoj një të shtunë. Patjetër. Me një live. Patjetër. Unë ju përshëndes të dyjave dhe kalofshi sa më bukur sot. Klotilda, nuk kënaqa shumë që ne folëm, faleminderit shumë. Më kënaqa shumë që folëm bashkë dhe faleminderit edhe revistës Story që më ka suportuar që në fillimet e mia. E faleminderit edhe për gjithë fjalët e mira se duket si kur je personazh kështu që punon në televizion edhe në ekran je imun ndaj të gjithçka që ndodh rreth teje, po jo, na bëhet qefi kur lexojmë gjëra të mira apo të bukura edhe që qëndrojnë edhe që janë të vërteta për veten tonë, ashtu sikurse janë të mirëpritura edhe kritikat. Po, e di, kritikat me stil dhe kritikat pastra. Jo janë të mirëpritura, padyshim edhe ato, se perfekt nuk jemi. Në fakt, media me personazhet ka një marrëdhënie që jep dhe merr dhe natyrisht që duhet jemi edhe të vërtetë dhe realiste, por ndryshe pastaj nëse kemi tendencën brenda i bie që nuk jemi profesionistë. Unë të falenderoj shumë. Ju puth të dyjave dhe ta kalofshi sa më mirë, më u takofshin ndonjë live tjetër. Atë që tham. Sigurisht shumë shpejt. Ato me pyetje pikante. Të përshëndes edhe unë shumë edhe të fala asaj gocës që në të dyja. Ciao, Story. Të fala të jesh, pashi. Ciao. Ciao.